Pra, në këtë pikë, ne me njerë pas certifikimit të rezultateve të zgjedhjeve, do të bëhet konstituimi I kuvendit, edhe pastaj sikur se e përmendet edhe ju, më besoj që janë numrat për votimin e qeverisë, ndërkohë që pres që të gjitha subjektet politike që kanë mandate në kuvend, të gjithë deputetët që kanë marrë besimin e qytetarëve për t'i përfaqësuar ata në kuvend, do t'jenë në nivel të detyrave dhe përgjegjësive të veta dhe do të mundsojnë funksionalizimin e të gjitha institucioneve përfshi zgjedhjen e presidentit apo të presidentes së vendit. Nëse të kuptova drejt, ju nuk do ta shihni të arsyeshme që të keni pjesë të koalicionit një subjekt tjetër, pra ju do të shkoni me 61-62 vota për ta bërë qeverinë. Nëse nuk e kam të qartë, ma thuj që e ke keq kuptu në mënyrë që më zbot në titujnë portale që nuk do të ketë koalicion lëvizja vetëvendosje, por më trego saktësisht, sepse unë të dëgjova që do të shkoni, do ta zgjidhni kryetarin e kuvendit, sepse ju takon qeverinë, I keni numrat po thoni me minoritetet jo serbe plus në nadrashqin serb. Ju po thoni që shkoni pa një koalicion, apo? Ermal, unë po them për ju edhe për qytetarët që t'jeme qartë që me njëherë pas certifikimit të rezultateve, kryetari I lëvizjes, kryeministri Kurti do të filloj bisedimet intensive me subjektet politike që kanë ulse në kuvend, në mënyrë që të zgjedhim presidentin apo presidenten e vendit. Presidentin, jo qeverinë. Ne kemi pasur diskutime edhe në vitin e kaluar. Në fakt, I bjen këtë vit, ju e dini që edhe pse ne kishim numrat dhe kishim votuar qeverin, kryeministri Kurti I ofroi LDK-s që të bashkëqeverisim duke I ofruar pozitën e zëvendës kryeministrit dhe 4 ministri në mënyrë që ata të qëndrojnë në sallë edhe të sigurojnë korumin për zgjedhjen e presidentit apo presidentes. Për te kësaj, e dini që kemi ofruar për LDK-n e pastaj edhe për PDK-n që të lirojnë pozitën e kryetarës kuvendit. Kemi qenë të gatshëm që të shqyrtojmë propozimet që I sjellim parti tjera për zgjedhjen e një presidente jo partijake, jo që vjen nga një parti e caktuar politike, por një person me integritet, me etike dhe personale dhe profesionale, në mënyrë që vendi të mos shkonte edhe një palë zgjedhje të reja. Në situatën e re në të cilën jemi. Për me kuptu ma qartë, Shqip, a do ta merrni PDK-n, a do ta merrni LDK-n, a do ta merrni Aleancën në koalicion për të qeverisur. Nëse nuk më përgjigjeni, veç ta konkludojmë që nuk po do më përgjigj. Jo, kjo është çështje që nuk mund të përgjigjemi sot. Pra ju e dini që ne kemi të mjaftueshëm numrat për të votuar qeverinë. Gjithsesi, unë nuk mund të them sot se do të qeverisim me një parti tjetër, fatmirësisht qytetarët na kanë dhënë besimin e mjaftueshëm që ne të kemi qeverinë si subjekt që kemi ulset në kuvend, bashkë me partnerët tonë, me guxat alternativen dhe me komunitetet jo shumicë jo serbe. Pra, bëjmë një numër të mjaftueshëm gjithsesi dhe në nadrashqin.